Më në fund, misteri mori fund dhe Beskallaku sapo na dha provën më të fortë që jeta e tij sentimentale ka marrë një kthesë drastike dhe po, është shumë romantike. Aktori i njohur i humorit, i cili kohët e fundit ka qenë në qendër të vëmendjes për jetën e tij private, ka vendosur që të mos e mbajmë më të fshehtë lumturinë e tij. Përmes një Insta-story në Instagram që ka trazuar rrjetin, Beskallaku postoi një foto ku shfaqen dy duar të shtrënguara fort me njëra tjetrën. Por prisni, detaj që vërtet dashuri nuk është vetëm kapja e duarve, por arti në lëkurën e tij. Në paragraun e aktorit tani lexohet qartë emri e Jona, i shoqëruar nga data domethënëse 25/12/2025. Me sa duket krishtlindjet e vjeçme nuk kanë qenë thjesht fest për besin, por fillimi i një diçkaje që ai e quan përgjithmonë duke pasur parasysh dhe këngën e sfond I Love You Forever. Dhe sikur emri dhe data të mos mjaftonin për të na bërë të gjithëve kurioz, fraza poshtë saj është ajo që na bën të mendojmë se kjo nuk është thjesht një lidhje kalimtare. Trëndafil në kohë lufte, shkruhet në datë, një dedikim sa poetik aq dhe dramatik, që le të kuptohet se kjo dashuri ka lulëzuar mes vështirësive apo ndryshimeve të mëdha në jetën e tij. Burime bëjnë të ditur se kjo nuk është diçka e re e momentit. Beset e partnerja po shijojnë një romans të konsoliduar prej muajsh, por kanë zgjedhur ta mbajnë larg syrit të publikut deri në momentin e duhur. Dhe cili moment është më i mirë se një tatuazh që e gdhen emrin e saj përjetësisht? Besi sapo na tregoi se kur dashuron, dashuron fort.